Pse është kjo shenjë kiameti? Sepse muslimanët janë njerëzit më shumti që e kundërshtojnë shirkun. Muslimanët janë që më së shumti e kundërshtojnë shirkun. Edhe vetë domethënia e shahadetit është që të adhurohet vetëm Allah dhe mos të adhurohet askush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Mirë po tham para kiametit gjërat do të ndryshojnë. E mira do të bëhet e keqja e mirë do të kthehen ka e prapa gjërat, siç themi ne. Andaj edhe një pjesë e umetit pejgamberit alayhis salam për shkak të xehlit, për shkak të ignorancës, për shkak të përhapjes së bidateve, për shkak të përhapjes së sebepeve apo rrugëve që të dërgojnë drejt tek shirku i madh, do të bien në shirkun e madh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La taqumu as-sa'a hatta talhaq qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta tu'bad wa hatta ta'bud qaba'il min ummati al-awthan. Nuk do të bëhet kiameti derisa një grup prej umetit tim do të bëhen mushrik. Dhe derisa një grup prej umetit tim do të adhurojnë, pra derisa një grup prej umetit tim të adhurojnë idhujt. Kështu po thot pejgamberi alayhis salam se nuk do të ndodh kiameti derisa të shfaqet kjo shenjë. Dhe këtë hadith e transmeton Ebu Davudi, hadithi është sahih. Hadithin tjetër që e transmeton Buhariu dhe Muslimi thot pejgamberi alayhis salam: Nuk do ndodh kiameti derisa gratë nga fisi Daus të bëjnë ibadet për rreth Dhil Khalesa. Dhil Khalesa është idhull i vjetër para islamik në kohën e xhailjetit, e kanë adhuruar fisit Daus këtë idhull. Dhe me ardhjen e fesë islame është rënuar kjo, pra është larguar, njerëzit janë bërë musliman. Mirë po thot pejgamberi alayhis salam se ky idhull i këtij fisi do të rikthehet adhurimi i këtij idhulli para kiametit. Dhe thot autori i këtij libri thot dhe ndodhi ajo që e tha pejgamberi alayhis salam. Ndodhi ajo që e tha, me kalimin e kohës dhe me ardhjen e xhailjetit, me të vërtetë filluan njerëzit që të adhurojnë Dhil Khalesan në të njëjtin vend në të cilin ishte adhuruar në kohën e xhailjetit. Dhe kështu thot vazhdoi një kohë derisa Allahu e solli Muhammed ibn Abdul Wahhabin rahimahullah, i cili erdhi në këtë vend dhe i pastroi këtë vend. Pra së bashku me udhëhecin e asaj kohe Abdulaziz ibn Muhammed ibn Saud, pra të shtetit saudian të parë, sepse shteti saudian ka tre formime, 2 herë është shkatruar nga Osmanlit dhe për streti vazhdon, pra ky Saudia e tretë e fundit. Në herën e parë thot e kanë shkatruar këtë idhull, pastaj është rënuar shteti saudian dhe përsëri është kthyer ky idhull dhe përsëri është adhuruar, derisa thot erdh mbreti Abdulaziz dhe i dërgoi disa dietar dhe disa thirrës që ta shkatrojnë dhe ta rënojnë përsëri këtë idhull. Dhe këtu pra shkurtimisht po dalim pak jashtë teme që ta sqarojmë se çka ka qenë pra thirrja e këtij dietari, i cili fatkeqësisht është demonizuar pra si nga qafirat po ashtu edhe nga muslimanët pasues të bidateve. Kurse thirrja e tij është thirrja e pejgamberit alayhis salam. Pra ai i cili e lexon historinë që flet për këtë njerëz, shes ai nuk ka vepruar diçka tjetër përveç asaj që e ka vepruar pejgamberi alayhis salam. Çdo objekt në të cilën është bërë adhurimi dikujt tjetër përveç Allahut ka shkuar ka rënyer. Dhe ka bërë thirrje kundër këtyre dukurive negative, pra këtyre gjërave që janë shirk, paganizëm, idhujtari. Pa marrë parasysh është në formë të varrit, është në formë të budës, ajo është idhull që adhurohet pra dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto gjëra i kanë kundërshtuar, ndërsa për fat keq shteti Osman në fundin e tij, dhe ndoshta kjo është prej shkaqeve që është shkatruar xhilafeti Osmani, është se ka qenë shumë tolerant ndaj këtyre dukurive. Ka qenë tolerant ndaj tarikateve të sufive dhe ndaj adhuruesve të varreve. Dhe kjo ka qenë ndoshta prej shkaqeve pse është shkatruar. Pra, sepse nuk kanë qenë si Osmanlit e parë,
të cilët nuk kanë adhuruar dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe ka forma të ndryshme të shirkut ende në për disa shtete të muslimanëve, për fat keq. Ende për fat keq në Sham, në Egjipt, në Pakistan, në Indi ka tyrbe, ka teqe. Po edhe tek ne këtu në për qytetet ndryshme ka teqe, ka tyrbe, ka vende të cilat adhurohen përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra një pjesë atyre që i thonë vetes musliman pas kanë ra në shirk. Dhe ne nuk themi se është pjesë e madhe apo e vogël. Kryesorja një pjesë kanë ra në shirk. Dhe kjo është siç ka treguar pejgamberi alayhis salam, se për shkak të xehlit do të ndodh një gjë e tillë. Dhe kjo është prej shenjave të kiametit, të cilat kanë ndodhur dhe vazhdojnë të realizohen. Prej shenjave tjera, prej llojeve tjera të shirkut që janë përhapur tek muslimanët përveç shirku i adhurimit të varreve, sepse idhujtaria tek muslimanët më shumë ka shkuar nëpërmjet formës së adhurimit të varreve. Pra, jo në formë të idhujve të gdhendur, në formë të krijesave, po në formë të varreve të ngritura dhe të zbukuruara, të njerëzve të mirë, ashtu si quajnë ata. Ndoshta disa janë njerëz të mirë, disa të këqij. Mirë, po ajo që na intereson neve është se po adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe pa marr parasysh ai a quhet Buda, a quhet Isa, a quhet Abdul Kader Xheilani, a quhet ndonjë tjetër apo ndonjë udhëheqës i sufive, bashkohor apo i vjetër, në momentin që duaja i drejtohet atij, kjo është shirk. Dhe ai mund të mos ketë faj, sikurse nuk ka faj Isa alayhis salam se ata adhurojnë. Mirë, po këta tjerët të cilët ja drejtojnë adhurimin atij, këta bëjnë shirk. Dhe padyshim se kjo është ajo të cilën e kanë kundërshtuar gjithë pejgamberët.